Kryetaria e Kuvendit Albulena Haxhiu është deklaruar lidhur me çështjen e zgjedhjes së presidentit të ri, duke trajtuar dy çështje që lidhen me mënyra se si vendi shkon në zgjedhje të reja. Situatë e parë, Haxhiu ka përmendur rastin nëse asnjëri prej kandidatëve nuk I merr votat e nevojshme as në raundin e tretë të procesit. Ajo ka përmendur edhe afatin 6 dhjetor si situatë të dytë nëse fillon procesi I zgjedhjes së presidentit. Në situatat aktuale, vetëm në qoftë se në raundin e tretë asnjëri prej kandidatëve nuk I merr votat 61, pastaj vendi shkon në zgjedhje. Dhe tjetra që parashihet në kushtetutë është në qoftë se brenda afatit 60 ditor nuk arrin të zgjidhet presidenti prej nisjes së procedurave që I bie. Nëse ne do të nisnim sot, afati vlen prej sot, por meqense ende s'kemi nisur, ky afat nuk fillon të vlejë.